Në rastin e GKK-s, ky është rast që duhet parë. Sa është ora? 9:48. Nuk e di, është zgjuar inspektori i lartë i drejtësisë. Dhe mos bëjnë gabim të vinë kërkojnë telefonin tim. Se i bolli kanë mbledhur gjithë telefonat e Shqipërisë aty. Kryeministri Edi Rama është përfshirë në një situatë të fortë polemike pas takimit të tij me Greta Domin, një nga dëshmitarët kryesorë për çështjen penale ndaj Erion Veliajt. Ky takim është zhvilluar menjëherë pas arrestimit të kryebashkiagut të Tiranës, konsiderohet si një ndërhyrje e hapur dhe e paprecedent në një proces gjyqësor ende në zhvillim. Detajet për të ngjarje janë bërë publike nga vendimi i gjykatës së apelit të posaçëm, ku janë cituar përgjime të bisedave mes Veliajt dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoca. Në një bisedë të datës 26 shkurt 2025, Veliaj i tregon bashkëshortes se Rama është takuar me dëshmitaren Greta Domi dhe i tregon asaj që ta inkurajojë atë. Ky takim dyshohet se është kryer pak para se Edi Rama të mbante një fjalim përpara grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kur ai doli kundër veprimeve të drejtësisë dhe në mbrojtje të Erion Veliajt dhe deputetes Klotilda Bushka, e cila gjithashtu është në hetim për manipulim të dëshmitarëve. Ndërkohë një tjetër dëshmitare, Ina Koxhaj, ka pranuar në prokurori se është ndikuar nga Ajola Xoca dhe Klotilda Bushka për të mos treguar detaje që implikonin Erion Veliajin dhe bashkëshorten e tij në çështje financiare të dyshimta. Sipas saj, këto përpjekje për ndikim janë bërë edhe ndaj dëshmitares Greta Domi, e cila ka qenë e rezervuar gjatë bashkëpunimit me hetuesit. Ky zhvillim ngret dyshime të forta për ndërhyrje politike në drejtësi dhe në përpjekje për të ndikuar në dëshmitë kyçe që mund të rëndojnë pozitat e Erion Veliajit dhe bashkëpunëtorëve të tij.